shokët Adil Çaçani, Beqir Balluku, Haki Toska, Hysni Kapo, Manush Miftiu, Mehmet Sheu, Ramiz Alia, Rita Marko, Spiro Paleka dhe shokët e tjerë, kanë dalë për të pritur miq e shok nga katalanët e botës që vinë për të marrë pjesë në kongresin historik të partisë sonë. Nga Kina e madhe popullore, vinë të dërgurit të partisë komuniste kineze, shokët tanë të armëve. Tan Shen, antari komitetit përhershëm të byros politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Kineze, kryeson delegacionin e Partisë Komuniste të Kinës, që përbet nga antari byros politike Li Xinyan dhe shokët Liu Xiao, Wu Xiuquan dhe Fen Shanhue. Shqipërinë dhe Kinën e lidh një miqësi e ngushtë, i lidh lufta e përbashkët kundër imperializmit e revizionizmit dhe idealet e mëdha të socializmit e komunizmit. Arriti delegacioni Partisë së Punonjësve të Vietnamit. Delegacioni Partisë së Punës së Koresë. Delegacioni Partisë Komuniste të Rumanisë. Delegacioni Frontit Kombëtar të Çlirimit të Vietnamit të Jugut. Delegacionet e partive komuniste të Indonezisë, Zelandës së Re, Birmanisë, Malajës, Belgjikës, Brazilit, i Partisë Komuniste të Australisë Marksiste-Leniniste, i Partisë Komuniste të Perus, i Partisë Revolucionit Socialist të Libanit, i Partisë Komuniste të Ceylonit, i Partisë Komuniste të Kolombisë Marksiste-Leniniste, i Partisë Komuniste të Revolucionit të Sudanit, i Partisë Komuniste Marksiste-Leniniste të Ekuadorit, i Partisë Komuniste të Bolivisë, i Partisë Komuniste Revolucionare të Chilit, i Partisë Komuniste të Italisë Marksiste-Leniniste, i Lëvizjes Komuniste Franceze Marksiste-Leniniste, i Organizatës Marksist-Leninistëve të Austrisë, i Partisë së Punonjësve Haitian, i Qendrës Marksiste-Leniniste Hollandeze, i Organizatës Komunistëve të Zvicrës Marksiste-Leniniste, i Komitetit për Mundjen e Revizionizmit për Unitetin Komunist në Angli, i Komitetit Marksist-Leninist Portugez, i Partisë Komuniste të Japonisë, si dhe kryetari i organit që ka në qelniku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Themeluesi dhe udhëheqësi i Partisë shoku Enver Hoxha pret delegacionin e Partisë Komuniste të Kinës të kryesuar nga shoku Tan Shen. Në pritje asistojnë antarët e byros politike e shokët e tjerë. Dy vendet tona i lidh një miqësi e pathyeshme revolucionare, e parketuar nga partitë tona marksiste-leniniste dhe udhëheqësi tanë shokët Enver Hoxha e Mao Zedong. Shoku Enver Hoxha priti Tran Van Tu, antari Komitetit të Frontit Kombëtar të Çlirimit të Zonës Qendrore të Vietnamit të Jugut. Në pritje merr pjesë antari i byros politike Mehmet Sheu e shokët e tjerë. Partia dhe populli ynë janë vendosmërisht me popullin vlla vietnamez, kundër agresorëve barbar amerikan dhe përkrajnë atë me të gjitha forcat e tyre. Me 31 tetor, në selinë e Komitetit Qendror të Partisë, shoku Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të partisë priten delegacionet e partive komuniste punëtore, që kanë ardhur nga të gjitha anët e botës për të marrë pjesë në Kongresin e 5 të partisë sonë. Pasdite e 31 tetorit, mijëra banor të Tiranës marrin pjesë në manifestimin e madh në prag të qeljes së Kongresit të 5 të partisë. Nga balkonet e selisë së Komitetit Qendror, manifestuesit i përshëndeti shokun Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të partisë. Manifestimi është një shfaqje e gjallë e dashurisë së pakufishme të popullit tonë ndaj Partisë së Punës dhe udhëheqësit tonë të dashur, shokut Enver Hoxha.
Mëngjesi I 1 nëntori. Sot fillon punimet Kongresi I FES. Tirana zgjodhet në valën e një entuziazmi të madh. Mira kryeqytetas kanë dalë për të përshëndetur delegatët e Kongresit që sjellën në kuvendin e madh të partisë. Partia dhe populli ynë gëzojnë respektin e thellë të marksist-leninistëve dhe punonjësve të gjithë botës, sepse ata I kanë kryer kurdoherë me nder detyrat e tyre internacionaliste. Shoku Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të partisë drejtohen për në sallën e Kongresit. Shoku Enver Hoxha dhe udhëheqësit e tjerë të partisë pritin me broritje të stuhishme nga delegatët e Kongresit. Të dashur shok e shoqe delegat, partia dhe populli ynë sot I kanë drejtuar sytë, mendjen dhe zemrën e tyre te Kongresi I FES I Partisë Punës të Shqipërisë. Të zgjedhur nga konferencat e partisë të rretheve, si përfaqësues të komunistëve të qytetit, fshatit dhe të forcave të armatosura, të gjithë ne jemi mbledhur në këtë forum të lartë të partisë për të shqyrtuar punën e kryer që nga Kongresi I 4 dhe për të përcaktuar detyrat për të ardhmen. Duke marrë parasysh se shumica e delegatëve janë të pranishëm, është një nder I madh për mua të deklaroj të hapur Kongresin e 5 të Partisë së Punës Shqipërisë. Duke folur për veprimet armiqësore të imperializmit dhe televizionistëve krushevian kundër Republikës Popullore të Kinës, shoku Enver Hoxha theksoi: Por të gjitha arvatjet armiqësore të imperializmit amerikan, të forcave të ndryshme reaksionare dhe të klikës renegate krusheviane kundër Republikës Madhe Popullore të Kinës, kanë pësuar dhe do të pësojnë në kurdoherë dështim të plotë për para forcës së pathyeshme ekonomike, politike, ushtarake e morale të popullit 700 milion kinez të bashkuar si një trup I vetëm rreth Partisë së Lavdishme Komuniste të Kinës me në krye shokun Mao Zedong. Revolucioni I mëtejshëm I jetës së vendit nuk mund të kuptohet pa zhvillimin dhe thedhimin e revolucionit ideologjik e kultural. Ai bëhet pikërisht mbi bazën e këtij revolucioni. Qëllimi themelor I cilit është rrënjosja dhe triumfi I plot I ideologjisë socialiste proletare në ndërgjegjen e gjithë popullit punonjës dhe shërënjosjen nga rrënjët e ideologjisë borgjeze, është edukimi dhe kalitja I gjithanshme revolucionare e komuniste e njeriu të ri, që përbën faktorin vendimtar për zgjidhjen e të gjitha problemeve të mëdha e të ndërlikuara të ndërtimit socialist dhe për mbrojtjen e atëheut. Partia, gjatë gjithë jetës saj I ka kushtuar vëmendje dhe kujdes të veçantë edukimit të gjithanshëm revolucionar të komunistëve e të gjithë punonjësve, sidomos pas Kongresit 4. Dhe duke u mbështetur në direktivat e tij, partia ka zhvilluar një punë me këmbë ngulëse në këtë drejtim. Në pjesën e fundit të raportit,
Shoku Enver Hoxha foli mbi luftën e Partisë Punës së Shqipërisë kundër revizionizmit modern për rujtjen e pastërtisë së marksizëm-leninizmit. Në unitet të plotë dhe krah për krah, me partinë e madhe komuniste të Kinës Mao Zedonit, me të gjitha partitë dhe forcat marksiste-leniniste të botës, ashtu si deri më sot dhe këtë jetutje, Partia e Punës do të luftojë me të gjitha forcat e saj kundër imperializmit, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye dhe kundër revizionizmit modern dhe udhëheqësit sovjetik në krye. Do të përkrahë, pa rezerva, luftën e drejtë revolucionare të partive dhe forcave marksiste-leniniste, do të punojë pa u lodhur për konsolidimin dhe forcimin e unitetit antirevizionist të lëvizjes marksiste-leniniste dhe të unitetit anti-imperialist të popujve të botës, e bindur se fitoria do të jetë e marksizm-leninizmit, e socializmit, e popujve. Kjo është detyra që shton ky kongres përpara gjithë partisë për vitet e ardhshme. Gazeta tonë me një tirazh më të madh nga i zakonshmi shpërndan në çdo skajta të dheut. Fjala e shokut Enver Hoxha në kongres është fjala e partisë, është programi i saj madhështor për ditët e sotme dhe për të ardhmen, është busolla që do të na udhëheqë në rrugën tonë drejt fitores të reja e më të mëdha në të gjitha betejat e ardhshme revolucionare. Punimet e kongresit ndiqen me vëmendje të madhe nga masat punonjëse të qytetit e të fshatit, nga ushtarët dhe kufitaret. Pulsi i të gjithë vendit rreh një me pulsin e kongresit. Mendja dhe zemra e të gjithë punonjësve janë drejtuar në Tiranë. Qindra letra telegrame përshëndetjeje i dërgohen kongresit. Në këto letra telegrame, populli ynë i shpreh partisë dhe shokut Enver dashurinë e thellë, mirënjohjen e pakufishme dhe vendosmërinë revolucionare për të quar deri në fund mësimet e saj të urta. Mbar populli zotohet për të rujtur e zbatuar kudo e kur do erë, vijë në drejt marksiste-leniniste të partisë, për të marshuar përpara me guxim në flamurin e saj ngandimtar. Kongresi vazhdon punimet. Raportin mbi veprimtarinë e Komisionit Qendror të Revizionimit e marr shoku Llazi Stratoberdha. Shoku Manush Miftiu, pasi foli mbi sukseset arritura nga punonjësit e kryeqytetit, ndër të tjera theksoi rëndësinë e përmirësimit të përbërjes shoqërore të partisë, me anën e pranimeve të reja nga rrallt e punonjësve më të dalluar. Kongresin e përshëndet, kryetari i delegacionit Partisë Komuniste të Zelandës së Re, shoku Rayfeld News. Shoku Jacques Gripa, kryetari i delegacionit Partisë Komuniste të Belgjikës. Kryetari i delegacionit Partisë Komuniste Marksiste-Leniniste të Australisë, shoku Gerald Patrick Odey. Shoku Sanmu Ghafasan, kryetari i delegacionit Partisë Komuniste të Ceylonit. Shoku Fosco Dinucci, kryetari i delegacionit Partisë Komuniste Marksiste-Leniniste të Italisë, si dhe kryetarët e delegacioneve të partive komuniste dhe organizatave marksiste-leniniste të Birmanisë, Malajës, Brazilit, Kolumbisë, Libanit, Sudanit, Ekuadorit, Perus, Bolivisë, Kilit, Haitit.
Eneroskite